Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit, besnik dhe shumë të dashur të podcastit NII Podcast. Tashmë ne kemi krijuar 2 epizode të ndryshme nga njëra tjetra, ku të ftuar kishim në episodin e parë Malçorin dhe në të dytin Delinda Dishën, 2 ftyra të mrekullueshme publike, ku ai parë ishte gazetar dhe kjo e dyta edhe aktore edhe moderatore. Tashmë kemi një tjetër të ftuar me një tjetër profesion, e cila është Tea Dupi, e cila është si të themi një opinioniste në opinionet e saj kritik dhe të dashur shumë për publikun e saj. Ne pa humbur kohë do e mirëpresim Tea Dupin dhe do vazhdojmë me pyetjen e parë për të. Do vazhdojmë tashmë pa humbur kohë me pyetjen e parë. Pyetja e parë kjo, e cila është personale, nuk e di sa e din publiku i Tea Dupit që ajo në personale, në jetën personale të saj, punon si bankiere, por na tregon sot me profesion një bankiere si po të shkon ky profesion dhe si u përshtate. Banka është një zgjedhje e detyruar e momentit, sa po mbarova shkollën, u hap një deg e një banke në Tiranë, e cila, le të themi, ishte deg pilot me kompjutera, se deri në atë kohë të gjitha mbaheshin kartelat me dorë. Ishim një grup të rinj dhe të reja që u përzgjodhëm për këtë projekt, po themi, dhe kështu e dashurova atë punë, rritesha profesionalisht nga viti në vit, dhe papritur kaluan po thuaj gjitha vitet e jetës time në bankë. Në fakt bankën e kam lënë prej 3 vjetësh, punoj në një institucion tjetër, shtetëror. Por banka ka qenë mbete dashuria ime e parë. Është një punë që do shumë impenjim, do shumë përgjegjshmëri, për ditë mëson nga një gjë të re, dhe si çdo profesion tjetër do të duhet ta duash që ta bësh shumë mirë. Dhe kur ke marrëdhënie me njerëzit, nëse nuk je njeri empatik, që i do dhe ke përkushtimin të bësh më të mirë në punën tënde, më mirë mos ta bësh fare. Po si bankier prej vitesh, tregova pak eksperiencën se si ke nisur punën. Na trego sot se si bankier prej vitesh, si e ke ruajtur balancin mes bankës dhe televizionit. Banka ka qenë një zgjedhje e detyruar, televizioni, radio ka qenë një dëshirë, një dashuri e hershme, të cilën hera herës shkoja, bëja konkurse, lexoja, fitoja, dilja në televizor, lexoja horoskopin apo merrja pjesë në departamente dhe programe të ndryshme. Por duke qenë që ishte luftë e egër për të përshtatë dhe për të vazhduar, besoj që nuk jam në gjendje të luftoj egër për të marrë një pozicion kudo që të jetë. Udhëroqa, vazhdova fakultetin, por dëshira dhe pasioni për të nxirrte krye her pas here, kështu që për shkak të temperamentit tim jam ftuar në për intervista qysh herët, dhe mendoj që kam dalluar gjithmonë për karakterin e veçantë, por ka qenë një gjë që është bërë në mënyrë jo të shpeshtë për shkak të impenjimeve të mia në punë. Dhe sa herë kam kohën edhe mundësinë për të shfaqur në televizion, është një gjë që fle aty brenda meje dhe e ndaj shumë mirë, për shkak se çdo institucion ka përfaqësuesit e vet për media. Për sa kohë ti je në televizion, vetëm për veten, për dëshirat, për opinionet e ndryshme, pa i përzi me punën, është një gjë që ti e ndan më së miri. Kështu që shumë vonë njerëzit e morën në vesh që unë punoja në bankë, pastaj të çuditur thonin si ka një mundësi një bankiere që është dhe e botës televizionit, dhe muzikës, dhe e karaokeve, pastaj në punën tjetër, është e domosdoshme dhe detyrueshme që ti ndash punën nga pasionet me njëra tjetrën. Se ndryshe i ngatron dhe veten dhe pastaj janë gjëra që shpeshherë mund të sjellin dhe probleme. Tashmë dua të kaloj krejt në një tjetër sferë pyetjesh. Tea, ke komentuar mjaftueshëm disa reality show që po bëhen së fundmi në Kosovë dhe Shqipëri, Big Brother VIP Kosova, Albania, Ferma VIP, që ke komentuar pak dhe ke parë pak, dhe po ashtu Dancing with the Stars. Na trego se në cilin nga këtu reality show, ndoshta edhe në ndonjë reality show tjetër, do e shehje veten si konkurrente apo si opinionista apo si pjesë e saj.
Big Brother VIP është një format i egër në fakt, të cilin nuk kam fare kuriozitetin për të qenë pjesë, edhe as dëshirën. Ferma nuk është se e kam ndjekur shumë si format, ndoshta duket më but. Nuk e di, nuk jam gati, ndoshta nuk kam qenë asnjëherë, e thash nuk jam njeri i egër për kompeticione dhe nuk jam gati të izolohem diku për të shpërfaq veten. Mendoj që njeriu në periudha të ndryshme të vetes e bën. Dancing with the Stars do më pëlqente. Edhe pse mendoj që është një format, unë mendoj që është më shumë për të rinj, po duke parë vitet e fundit që ka pas njerëz të profesioneve dhe edhe të moshave të ndryshme, do ishte një format që do më pëlqente. Kënga më ka pëlqyer gjithmonë, vallëzimi po ashtu. Është një gjë që ti bën prova, impenjohesh dhe pastaj ke punët e tua pa i penguar. Ky është një format që do më pëlqente të isha, pse jo? Është një sfidë e bukur që besoj që çdo njeriu që ka pasion do donte të ishte. Ndërsa për dy formatet e para, jo, nuk më pëlqen të izolohem edhe të jem në garë për asgjë, për mua. Sepse mendoj që e njoh mjaftueshëm veten në dimensione të ndryshme. Jeta më ka provuar në shumë gjëra, kështu që kam pasur kohë mjaftueshëm për ta njohur veten. Tash se do kalojmë në një tjetër sferë pyetjesh, dua Tea Dupi më të vërtet ta di këtë gjë nga ti. Çfarë i pengon Teës nga bota e showbizit shqiptar ose thënë kështu nga artistët shqiptar? Ti ke komentuar shumë këto spektaklet që po ndodhin së fundmi dhe po zhvillohen së fundmi në vendet tona, por nuk ke folur shumë për artistët tonë shqiptar dhe showbizin. Dhe unë dua të di më shumë nga ajo pjesë që faktikisht as publiku nuk e din. Personalisht jam njeri pa komplekse. Në jetë kam vetëm detyrimin të jem në rregull me vete dhe me të tjerët, qoftë nga ana profesionale, qoftë edhe në botën e showbizit. Bota e showbizit është shumë egër. Është një luftë që pjesa që ka një profesion tjetër e ka të vështirë ta kuptoj. Do të duhet të jesh shumë e fortë si mentalitet për ta përballuar. Kështu që për sa kohë pjesa e showbizit është një pjesë që mbush shpirtin tim për dëshirë dhe jo për një luftë egër për të qenë pjesë e botës së showbizit, mendoj që nuk më pengon. Artistët janë se gjithë njerëzit e zakonshëm, kanë tekat, kanë egoizmin, kanë luftën, dikush ka dashamirësinë, dikush jo, po kështu ndodh edhe në njerëzit e zakonshëm, kështu që sa kohë jam këtu, mendoj që këto luftra i kam të fituara, sepse jam natyrë që nuk më intimidon kollaj dikush. Kështu që personalisht nuk më pengon asnjë gjë. Nga showbizi në mentalitetin tonë shqiptar. Tea, mua më të vërtet më interesant ta di se çfarë të pengon ty në mentalitetin tonë shqiptar, ose të paktën thënë kështu, në mentalitetin tonë si jo vetëm si artist, por edhe në privat. Mentaliteti shqiptar është i egër. E shikojmë edhe në opinionet që unë jap për Bigun nga komentet. Njerëzit në përgjithësi nuk thellohen për të kuptuar, për të lexuar, për të veshkucët e tu, ose për të ardhur te mendimi jo. Që të arrish të komentosh dikë, duke mos u thellu fare në atë çfarë tjetri thot. Tregon që ne jemi njerëz emocional. Ne jemi njerëz ashtu siç jemi partjak, ashtu jemi fansa të errët të njerëzve të ndryshëm, pa vënë veten në plan të parë. Jemi një mentalitet i prapambetur, do të thoja. Akoma nuk po zhvillohemi. Ndoshta se kemi egërsinë, ndoshta se nuk e kemi në fokus njeriu, ne gjejmë në çdo të mirë, në 100 mira që mund do të bëj dikush, do gjejmë atë të keqen. Për t'ia hedhur poshtë gjithçka që ai tjetri bën për ty. Ndërsa unë në 100 këqija që ka dikush përpiqem të gjej më të mirën. Nuk jam emotive për të gabuar në opinionin tim. Jam ndoshta vetëm njeri emocional në mënyrën se si e komentoj, apo e them, apo e debatoj gjën, po përpiqem që t'jem shumë korrekt, përpiqem që t'jem e drejtë dhe mendoj që edhe gjykimet e mia sa herë kam dhënë opinione në çdo format, mendoj që kanë qenë të drejta dhe gjërat kanë ardhur aty ku kam thënë. Pikërisht se nuk dua të jem fan se
e askujt. Nuk dua të jem fanse as e mentaliteteve të ndryshme, dhe këtë e kam edhe me shoqërinë. Nuk ja bëj qefin njerëzve që i dua. Përpiqem t'i them gjërat siç i mendoj, që të jem në rregull nesër me ndërgjegjen time. Nuk më pëlqen të jem aty kur njerëzit rrëzohen dhe them unë e di apo s'ta thash. Unë e di që shoqet e mira, miqtë e mirë e thon gjën ashtu siç është nëse e duan dikë. Ne jemi mentalitet që nuk e pranojmë këtë gjë. Jemi si të fajsor. Më duket se nuk e duam shumë të mirën e tjetrit. Dhe ka një arsye pse na ka dalë Barsaleta shumë në këtë pikë. Kështu që nuk është vetëm zhvillimi leku që e çon shoqërinë përpara, po është mentaliteti dhe derisa ta ndryshojmë atë, besoj që do ngjecemi në vend. Tashmë është një pyetje që me të vërtetë dua të marr një përgjigje shumë të sinqertë nga te. Nuk e di sa e gatshme të përgjigjesh, nuk e di a je të paktën e gatshme, por unë me të vërtetë dua ta nxjerr një anë personale të tëndën. Ti je bërë si një opinioniste në publik, por dua ta di më shumë nga jeta jote se cila është periudha jote më e vështirë që ke kaluar gjatë jetës tënde. Nuk ka një periudhë të vështirë në jetën e dikujt më shumë se tjetra. Mendoj që njeriu kalon vështirësi gjatë gjithë kohës. Gjithmonë, periudha në të cilën ti ndodhesh, qysh kur je re, çdo gjë që të del, të duket si problemi më i madh i jetës tënde. Dhe kur ti e kalon, edhe ke një problem tjetër, ai duket dhe më i madh. Çdo problem, çdo shqetësim, çdo gjendje e vështirë që të krijohet në jetë, në fakt është një kapitull që si të dëmton, ashtu dhe t'jep ca mësime. Kështu që e gjithë jeta është një periudhë e vështirë. Ne lumturohemi me grimcat e saj. Sa herë ngrihemi edhe ringrihemi, jemi të lumtur se kemi fituar një sfidë tjetër dhe themi që ja dolo. Jo gjithkush ja del. Njerëzit shpeshherë bëjnë cirk me veten në ngërçe të ndryshme të jetës. Dhe unë mendoj që jeta këtë detyrë ka, të vërë në sfida njërën më vështirë se tjetra. Detyra jonë është t'i kalojmë me forcë argumenti, t'i kalojmë me dashuri dhe t'i kalojmë duke bërë analiza. Gjithmonë bëjmë analiza. Dhe në analiza njeriu mirë është gjej fajtor vete. Se kur gjen vete, përmirësohet më shumë. Nuk kam një periudhë që mund të them kjo është më e keqe se tjetra, sepse kur kalojnë, të duken pastaj probleme që mund t'i kalojë çdo kush dhe ti fillon dhe i zbut me veten. Kështu që mendoj që e gjithë jeta përbëhet nga periudha të vështira dhe nga periudha të lumtura. Për sa kohë jemi këtu, komunikojmë së bashku, mendoj që jemi me fat akoma. Atëherë tashmë kemi arritur tek pyetja e fundit teja. Unë dua të falenderoj para se ta mbyll këtë intervistë shumë që morë pjesë, por pa mbyllur ende dua ta marr edhe një përgjigje nga te për jetën tënde personale dhe për të rejat, çfarë ka të re në jetën personale apo si të qoftë edhe profesionale të teja dupit. Po, të reja nga jeta personale, po shijoj jetën me çfarë mundem. Përpiqem t'i marr çdo dite, qoftë edhe buzëqeshje të njerëzve të mi të dashur. Sapo kalova një ditë lindje, dashuria e madhe që mora nga ndjekësit, nga miqt, nga njerëz të njohur e të panjohur, tregon që në fund të këtyre viteve ti ke bërë diçka. Je njeri i dashur për pjesën më të shëndosh të shoqërisë. Je njeri që ke lënë një gjurmë, je njeri që kur gra të jashtëzakonshme të thonë që ti je frymëzim, ti je mbushur me veten. Kur njerëzit me cilën ti punon të japin dashuri, ti mendon që ke realizuar diçka të mirë në jetë. Njeriu është sesari më i çmuar që ne kemi. Çdo gjë tjetër është aksesor. Kështu që nga jeta personale kam një familje shumë të mirë që janë përkundrejt ne jashtë kamerave, por janë të suksesshëm secili në rrugën e vet. Kështu që personalisht unë jam e martuar, jam e plotësuar, kam një bashkëshort shumë të mirë. Ajo që pres personalisht, vetëm realizimi gocave të mia, i shoh ato sa më të lumtura, nëse ato janë të lumtura tani, unë jam njeriu më i lumtur në botë.
Teja, unë dua të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti sot. Ne kemi lënë këtë intervistë ta bëjmë para disa muajsh, por u bë si u bë, shkuan punë si shkuan, ne e bëm tani. Unë dua të falenderoj shumë që e pranove ftesën për herë të dytë dhe faleminderit shumë që për herë të parë ishe në NII Podcast dhe NII News. Kështu, faleminderit Teja, faleminderit publikut tonë dhe ndjekësve tanë që na ndjekin dhe na dërgojnë mesazhe të pafund me çdo ditë dhe si në portalin tonë që kemi NII News edhe në atë NII Podcast. Ne do ju lëm takim javën e ardhshme një tjetër fytyrë publike e cila mbetet sekret deri javën që vjen. E deri atëherë nga unë Zelza, po çifat.